Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së peshqive. Do bëjmë një mesazh për ju, një me Oracle që është nyja e Isis dhe një tarot që është Hermit, vetmitari, dietari dhe kështu me radhë. Në simbolikën e lashtë të dashur peshqi egjiptiane, nyja e Isis ishte një amulet shumë e fuqishme, një shenjë mbrojtje, qëndrueshmërisë dhe lidhjes shpirtërore. Ajo në fakt përfaqëson forcën e dashurisë që mban gjithçka të bashkuar, edhe kur duket që po shkatërrohet. Të dashur peshqi, energjia e kësaj shtriri është thellë dhe butë. Njëkohësisht flet për forcën që lind nga heshtja dhe për qetësinë që gjen kur mbyll sytë e botës për të dëgjuar shpirtin tënd. Nyja e Isis është një thirrje për stabilitet të mbrëmshëm, të qëndrosh ose e fortë, edhe kur gjithçka për te duket në lëkundje. Në fakt, ajo simbolizon lidhjen e dashurisë hyjnore, mbrojtjen dhe ekuilibrin që vjen kur rikthehesh në qendresën tënde. Do diçka vërtet e thellë të dashur peshqi. Dhe Hermit përforcon të njëjtë mesazh. Një periudhë reflektimi, tërheqje dhe qartësie të mbrëmshme. Ti mund të kesh ndjerë nevojën të tërhiqesh pak nga njerëzit, zhurma apo pritshmëritë e të tjerëve. Nuk është vetmi që thash dietari nga që din, kërkon, hulumton, por dhe vetmitari nga që tërhiqet. Pra, nuk është vetmi, por një fazë e shenjtë e vetëndriçimit. Në këtë qetësi do të zbulosh përgjigjet që ke kërkuar prej kohësh. Dhe kjo është goxha një mesazh i bukur dhe të dashur peshqi. Pra, mesazhi për ta përmbledhur është mos ke frikë të ndalosh. Kjo është një periudhë ku nuk është për të vepruar patjetër me vrull, por për të dëgjuar me shpirt. Je duke u stabilizuar emocionalisht dhe shpirtërisht dhe së shpejti do rikthehesh me një qartësi të re, më të fortë dhe më të urtë apo më të mençur se kur të dashur. Ta keni parasysh të dashur peshqi që në qetësinë e shpirtit drita e së vërtetës ndiset vetë, absolutisht.